prizmës. Në Maqedoninë e Veriut është një moment fermentimi politik, por dhe etnik. Student, si herën tjetër, para disa kohësh janë quar që edhe kanë të drejtë për zbatimin e marrëveshjes orit për gjuhën shqipe. Ata nuk japin provime në gjuhën shqipe, nuk diplomohen në shqip. Nuk japin provim në shqip, nuk kanë drejtë të shkruajnë provimin në gjuhën shqipe. Vetëm maqedonisht. Dhe në universitetet që zotrohen kryesisht nga shqiptarë. Sigurisht mbrenda entitetit Maqedoni e Veriut, por sigurisht mbrenda një identiteti shtetëformues shqiptar. Mirë po, nuk është ky problemi. Ky është problem thjesht për maqedoncët që janë sigurisht patriot quhen të vendit vet, por fakt janë shovinist, nacionalist, anti-shqiptar. Kjo është e sigurt, është pak po është e sigurt. Dhe shqiptarët që i shoqërojnë ata. Një pjesë e thirrjeve që ishin studentave shqiptarë janë UÇK. Dhe kjo për maqedoncët tingëllon në dikushmen kur edhe janë përplasur. Dhe kanë vdekur edhe njerëz. Njësoj si në Kosovë. Ideja është se faktori politik shqiptar është i përqarë, por është i përqarë keqes tash. Shqiptarët bashkëpunëtorë të Mickovsit, që është një nga anti-shqiptarët më të mëdhenj të ardhur në pushtet, është akoma më i zi dhe më anti-shqiptar se sa ai që sigurisht është në kërkim. Por nuk është vetëm kjo, ai është edhe një tel i përdredhur historisë, sepse në dakordësit plot me Kurtin janë kundra një pjesë tjetër të shqiptarëve që janë atje. Një pjesë tjetër shqiptarëve që sigurisht nuk janë me Kurtin. Ky është momenti i fatkeqësi për Maqedoninë e Veriut dhe momenti i turpshëm që lëvizja vetvendosje Albin Kurti, Dejon Amjali dhe një derivat i tillë post-jugoslavistas, ultramajtistas edhe nacional-majtistas, ultramajtistas, cilët sigurisht shohin vetëm çështjet e pushtetit tyre, duke shitur të pavërtetën si një të vërtetë të madhe, duke mos qenë kur as në bashkim, as në luftë, as në kërkesë të atij patriotizmi i cili duhet të bëjë konformimin dhe shtetëformimin, por duke qenë njerëzit më real të pushtetsmbajtjes. Ky është problemi. Pastaj financimet që vijnë nga të katër anët në kundërshtim pikërisht të shtetëformimit dhe konformimit, financime që vijnë nga bota slave, bota ruse, bota post-jugoslaviste, dhe që sigurisht shiten, kamuflohen edhe shiten pastaj si nacionalizma nëpërmjet lëvizjes vetvendosje, duke shpallur armiq vëllezërit e tyre shqiptar, janë renegatizmat më të vështira të një baze e cila ka të bëjë e para me njerëzit e korruptuar, antikombëtaritetit, antishtetit, që s'kan luftuar kur, nuk kanë zgjerur një pushk, janë pasoja të jugoslavizmit edhe sundimit të tij psikologjik edhe politik në Kosovë, dhe njëkohësisht mbajtjes pushtetit të Albinit edhe klikës tij. Absolutisht. Duke u shitur si më të pastrit, si më të ndershmit, si më të mirët, kështu shiten edhe serbët. Dhe maqedoncët nacionalistë më të pastrit, më të mirët, më të rregullit, më demokrat, të gjitha i kanë këta. Por në vërtet janë anti-shqiptar. Dhe më anti-shqiptar se anti-shqiptarët sot, në pikërisht këtë lloj veprimtarie, edhe në Maqedoninë e Veriut, nuk ka. Normalisht i ka reflektime të tilla, që janë studentët bie fjalë, të cilët sigurisht kërkojnë shqipen. Shumë prej firmave në orë nuk zbatohen më Maqedoninë e Veriut. Është një shtet
lëtyr, një shtet artificial, një shtet që me një plasje protestash të shumta mund të shpërndahet në 3 pjesë. Në pjesën greke, bullgare dhe sigurisht në pjesën shqiptare. Mund të zhduket fare si shtet. Është një shtet artificial, krejtësisht pa asnjë lloj bazamenti, i ndërtuar me urrëtie nacionale, urrëtie etnike, sidomos kundra shqiptarëve, urrëtie religionare, sigurisht drejtohet kundra muslimanëve, por kundra shqiptarëve në radhë parë, dhe sigurisht pastaj edhe në urrëtiet etnike, nacionale edhe me bullgarët edhe me grekët. Është një shtet guzhinet jashtëzakonisht i vrasht, po tepër fragjil, tepër i dobët, tepër i thyeshëm, ku shqiptarët kanë luajtur rol pozitiv sepse e kanë mbajtur të lidhur. Tash nuk e di çfarë mund të ndodhë dhe sikush shikohen edhe interesat gjeostrategjike të Evropës dhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Problemi qëndron në faktin se kjo armiqësi e shprehur ndaj shqiptarëve dhe përçarja e tyre kriminale, sidomos nga Prishtina, jo nga Tirana. Majmunët duan thonë dhe Tirana s'ka lidhje fare, por Tirana është larg, është ekuidistante, gati. Pavarësisht dihet se këmbron. Tirana gjithmonë do të mbrojë UÇK-n, gjithmonë ka për të mbrojtur kjo Tiranë. Tirana e fantazive të Sali Berishës mund të mbrojë këtë lojë, por kjo Tiranë që sot mbron luftën çlirimtare të UÇK-s dhe të patriotëve të vërtetë, atyre që kanë derdhur gjak. Majmunët post jugosllavistë sigurisht edhe të shërbimit ndaj jugoslavizmit, Serbisë dhe Rusisë akoma më tepër, që normalisht për pushtetin e tyre i bëjnë shërbim, për pushtetin e tyre, jo se janë kaq idealistë, s'kan lidhje me idealistët. Unë nuk guxoj të them stratar, këta nuk janë stratar, janë maskare, thjesht stratarësh janë këta. Këta janë legerat të pushtetit të tyre. Këta duan vetëm pushtetin, nuk ka rëndësi se me kë. Këta duan vetëm pushtetin, nuk ka rëndësi pse ju mohohet gjua atyre të tjerëve. Bile ka prej tyre përfshi dhe Albin Kurthi do të s'keni pas shqipe kur. Kështu që në këtë mes është një nga variantet më të poshtra, më të ndyra politike që shqiptarët përçahen me shqiptarët. Para më e keqe e kësaj pune është në Maqedoninë e Veriut. Për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, shqiptarët që sigurisht ata kanë patriotizmin e vetë dhe shikimin e tyre etnik, religionar dhe politik në botë. Dakor, miqtë e mi. Tjetra, është një pyetje që sigurisht ka kohë që vërtitet edhe më duhet ta bëj një analizë edhe me ju. Partia Demokratike po shkatërrohet se duan tjerët, po shkatërrojnë tjerët, apo po vetë shkatërrohet. Edhe kjo pyetje në këtë lloj mënyre është kurthi i madh filozofike dhe politik që i bëjmë. Partia Demokratike as nuk po shkatërrohet nga Partia Socialiste dhe nga majoranca, përkundrazi. Partia Socialiste dhe majoranca është streha e fundit e Partisë Demokratike. Është ai shkopi që mban mollatarta, domaten, të qëndrojë, të marrë diell. Partia Socialiste nuk ka një interes edhe me administratorët e saj sipër, përkohësisht Edi Ramën, që Partia Demokratike e sotme të shkatërrohet fare, mos të ketë zë fare. Ka asnjë lloj interesi. Pra nuk është ajo që po e shkatërron. Dhe njëkohësisht nuk po vetë shkatërrohet. Partia Demokratike nuk vetë shkatërrohet. Nuk është ajo që po shkatërron veten. Sepse Partia Demokratike ka pronar. Thjesht Partia Demokratike po falimenton. Ka falimentuar. As nuk po e shkatërron kush, as po vetë shkatërrohet. Partia Demokratike nuk është subjekt politik, është pronë. Dhe është një pronë që nuk funksionon më, nuk prodhon asgjë. E para që nuk prodhon është elektorati. Ajo nuk prodhon më elektorat. S'ka njësi prodhuese fare. Ajo humb për ditë, çdo ditë humb.
humb njerëzit e saj. Sepse është pronë. Është pronë e një njeriu, e një familje. Kjo familje dhe ky njeri për administrojnë keq. Thjesht kështu duhet parë puna. Ngushtëm kështu, në këtë lloj forme. Nuk mundet të besohet më, është gabim i madh filozofik dhe politik, të besosh se Partia Demokratike po shkatërrohet nga jashtë, pra forcat jashtme që tentojnë ta shkatërrojnë, kanë si në 2013 ka humbur vetë, ka ndikuar kërkush që të humbi. E kishte bërë mollar, ishte degraduar deri aty sa nuk bëhesh më. Kishin ndodhur shumë ngjarje që shoqëria shqiptare nuk i ka përdite më. Nuk e kanë përditën as sot e kësaj dite 21 janarin, as gërdecin, as grabitjet. As punën e keqe që bënin. As ndodhjet e jashtëzakonshme që ndodhin. Vdekjet e njerëzve. Mashtrimet në politikë. Nuk i doronte më kërkush. Njerëzit pa dine, pa iman, pa parime, pa politikë që katapultonte Sali Berisha. Ministri që mbushte me gjithë, me turdi lloj folklorikës edhe idiotësh. Gjykatat edhe prokurorit që i kishte kthyer në folklorizëm. Nuk shërohen as sot e kësaj dite sepse sigurisht e gjithë drejtësia ishte në dorë Sali Berishës. Për 8 vjet bëri namen, prodhoi gjithë farë hajdutës e kriminalës që i vendosin drejtësi. Edhe sot e kësaj dite janë po ata. Edhe ky është një faj i madh i Partisë Socialiste sepse e joshi që tjetë e tillë. Sali Berisha mbushi edhe halet e prokurorive dhe gjykatave me llumin, me jashtëqitjen e parimeve të tija të drejtësisë, si edhe parimet më të qelbura të Shqipërisë. Parimet e një personi nga më delirantët që ka prodhuar ndonjëherë ky vend. Pra, as po vetë shkatërrohet, as po shkatërrojnë nga jashtë. Partia Demokratike po falimenton nga administrimi ignorantësh, delirantësh, keqanësh, njerëzis ujit e dritarit, në krye të cilëve qëndron Sali Berisha dhe familja Berisha. Tashmë rol të madh luan edhe i biri me të bien bashkë me maskaret që i kanë kapur për fondelesh, thonë italian, për kokrash. Dhe i mbajnë. Shiko njerëzit që kanë për rreth, disa tipa aty që janë për rreth. Shikoni rreth Zenit se kush është djalit Sali Berishës. Kryesisht shikoni të tipat veshur me xeza edhe 2 tipat veçantë që është ai Gjingjoni dhe Arjan Doj. Shikoni këto dhe kuptoni se ç'po me familjen Berisha. Po ashtu edhe grupi klani që nuk është i barabartë, i barazdefshëm dhe nuk janë miq, i Argitës dhe të shoqet, po kryesisht i Argitës. Sigurisht nuk ka shumë lidhje me këta tipat që folën deri tani. Dhe Berisha qëndron sigurisht me akoma njerëzit e tij të shpërndar kudo, kryesisht ordiner dhe pastaj kryesisht edhe politik, të cilët dalin përpara ftyrave të ordinerëve për të paraqitur në publik. Ordinerë dhe ata sigurisht, por që kanë pjesët e tyre jo si asete, o si veritari të fabrika Parti Demokratike. Partia Demokratike po falimenton sepse sigurisht drejtohet nga një çmendur politik, nga njëri i jashtë zakonshëm, i një prospekti, i një amalgame politike kriminale, antidemokratike, antishqiptare, sigurisht, dhe për më tepër antidemokraci. Sali Berisha është personi më i ndyrë që ka prodhuar ndonjëherë, jo vetëm kjo që konsiderohet demokraci, viti 1990 e këtej, po dhe diktatura. Diktatura nuk ka prodhuar një të barabartë me Sali Berisha. As kërkush nuk është Sali Berisha. As Shefqet Peçi nuk është si Sali Berisha. Kurrën e kurrës. Sado që ka qenë një njeri që ka pushkatuar, po të kishte qenë vend ti Sali Berisha, do të kishte pushkatuar edhe shkatruar 10 fishin e Shefqet Peçit. Edhe shumë Shefqet Peça të tjerë që i prodhojnë atë kohë
e famshme diktaturë. Ky është njeriu më i keq i asaj kohe që lidh këtë kohë. Fundin e asaj kohe, kam përmend 100 herë antarin e partisë 1968-s PPSH-s, që janë 22 vite, dhe këto 36 vite. Imagjinojnë tash 22 vite, 36 vite. Se çfarë dreqin ka bërë ky me politikën shqiptare, ky njeri ujit elitarit, produksion folk bolshevik, sepse nuk është as bolshevik, rrjedh nga një folklorizëm, cili sigurisht sheh vetëm frëngjin, dhe atë e ka për të mbrojtur e pastaj për të dalë sulm, për të vrarë sa mundet për të vrarë, politikisht, por edhe fizikisht kur i jepet mundësia edhe kur s'ka ku shkon më. Të gjitha ndodhit kriminale që mund të ndodhë një partie ka ndodhur Partisë Demokratike, dhe kjo është shpjegohet me faktin e Sali Berishës. Vrasje, rrëzime me makina, vrasje në gjyëti, vdekje në spitale, përjashtime, shkruazime, shantazime, linçime, çfarë mund të ndodhë në gjithë kastave dhe klivave kriminale, politike i ka ndodhur Sali Berishës. Dhe është vërtet që i ka ndodhur Partisë Socialiste për 36 vjet, i ka ndodhur PPSH-s. Pra, trashëginia e vërtet e Partisë Punës Shqipërisë është antari i saj, 1968-s, Sali Berishë, e jo Partia Socialiste. E para punës, Partia Socialiste kanë krye sot një jo socialist. Ka Edi Ramën, i cili është një demokrat. Edi Rama sigurisht Partinë Demokratike ka kërkuar. Nuk e kanë lejuar, dhe pastaj ka transformuar Partinë Socialiste duke mos i ndruar emrin, duke i ruajtur trashëgiminë, se i duhen ato votat e jo vetëm nostalgjikëve, se thonë nostalgjikët, po edhe njerëzve të cilët njësohen me atë, me të dikushmen, edhe me vijueshmërinë e saj me të sotme. Po jo me Partinë Demokratike, e cila është bie jo legjitime, një kurorëzim i jashtëzakonshëm, një martesë me një folk bolshevik si Sali Berisha, i cili në anën kriminale të bolshevizmit ka bërë të mundur një nga partitë sigurisht më të turpshme, më anti-ligjore, në asnjë drejtim nuk ka në themel të saj zbatimin e ligjit. Jo vetëm statutet e saj, po as shtetin. Dhe ky është mendimi filozofik dhe politik i Sali Berishës. Është kriminale. Po përsëris për fundit herë. As po e shkatron njeri e se ka shkuatuar njeri, përkundazi si Partia Socialiste ka liverdi që të qëndroj ashtu gjysmë me alivanosur në kamp, dhe as po vetë shkatrohet. Partia Demokratike po falimenton plotësisht në asete dhe çdo gjë nga pronari i saj, që quhet Sali Berisha dhe familja e tij. Dakord, miqtë mi?